Përshëndetje, ja ku jemi së bashku në këtë video. Unë sot do të dal me zjarri në qytet, do dalim të dy së bashku dhe të kalojmë kohën, sepse zjarri ka filluar të mërzitet në shtëpi, është mësuar duke dal, sepse zjarri unë e kam nxjerr çdo ditë, edhe dje që nuk e kam nxjerr, veç rrinte tek dera dhe e kapte me dorë, grindej dhe nxora pas dite nga deti. Kurse sot do ikim qytet, duke qenë se dhe koha nuk është shumë vap, po frym pak. Është shumë mirë pra, nuk është dhe dielli nxehtë. As ftohtë nuk është. Edhe un kam përgatitur drekën. Tani jam duke bërë disa pogaçe, quheshin ato, i pash në YouTube, edhe po më dalin shumë të mira. Jam duke i pjekur në air fryer, duke qenë se soba më është djegur. Edhe jam duke i pjekur atje, ndërkohë i kam bërë dhe drekën zjarrit, ja kam furluar, i kam bërë karrot, brokol edhe patate, ja kam nxjerr dhe pastaj ja furlova. Do ja marr me vete se mund të ulem diku të pi diçka edhe jap dhe zjarrit drekën atje. Ndërkohë zjarri është zgjuar tani, ka pak, është duke ndenjë me Angelo brenda, unë duhet të kap flokët edhe të vishem. Nuk do t'i mbaj lëshuar sepse mi bën era kështu. Edhe nuk i kam rregulluar, kam bërë vetëm make-upin. Po ju tregoj edhe pogaçet që po piqen, pasi të mbarojnë ato do iki direkt në qytet. Ky është edhe brumi që ka ardhur, unë e kam zënë që para një ore. Edhe këto janë duke u pjekur, ka vetëm pak për të pjekur dhe pastaj mbarojnë. Duken shumë të buta. Unë sa po dola, ja edhe zjarri, i kam vënë një shami të verdhë, se i shkonte me bluzën. Kam marrë shishen e ujit të timen, si gjithmonë. Jam duke ikur për te kafja, por nuk i kapa flokët, i lash lëshuar, kam marrë vetëm syzet, por nuk është se është dielli fort. Edhe i kam marrë dhe ushimin zjarrit me vete, dhe doja jap atje. Edhe pastaj do dal nëpër disa dyqane të shoh në një gjë. Edhe kaq. Ja dhe dreka e zjarrit, që ja kam bërë puren si që tregova. Këtu kemi ujnë, lugën, edhe latte macchiato ime. Edhe porosita dhe një croissant me çokoladë. Ndërkohë zjarrin tani do ta ushqej. Zjarri ndërkohë po luan me kapakun e kësaj gjë. Kjo është termos brenda dhe mban ushimin edhe të ngrohtë shumë, por edhe të ftohtë nëse keni dëshirë. Ashtu si e ushimin ashtu e mban. Edhe është shumë e mirë. Nuk e di, e kam blerë në një dyqan me gjëra për beba, këtu në Spanjë. Edhe përdor sa herë marr ushqim zjarrit me vete ose edhe fruta. Zjarri sa po hangri është duke parë njerëzit tani. Sa po vendi? Po kruan misrat e dhëmbëve. Momentalisht zjarrit i kanë dalë 2 dhëmbë poshtë. Edhe ka qenë pak i grindur këto kohë. Është kurios të shikoj se çka ka te çanta. Efektivo. Tani sa po dolëm nga lokali dhe po ikim nëpër dyqane. Kjo është edhe rruga. Do kthej pak këtu në të majt, sepse më duhen 2 shapka për në shtëpi, sepse nuk kam. Zjarri? Zjarri kur del se ka asnjëherë mendje, sepse ka qef të shikoj rrugën, njerëzit, motora, makina, çado që kalon. Këtu ka shumë gjëra për të bërë byrzylyk ose varse, për të bërë gjëra vetë. Këtu janë edhe fijet. I ka të gjitha ngjyrat. Ndërkohë më pëlqeu kjo, është për të varur tek çelësat. Është me një si shishe kështu të bukur.
Ndërkohë doja disa shami si kjo. Shiko që po bën zjarri. Po nuk janë për ty, mami, janë për çupa. Na mami të dora. Do ja blesh mami ti këto? Do t'i kërkojmë lek babit? Jo, nuk janë për ty zjarri. Se po kam marrë tek Zara e fëmijëve dhe po shikoj gjëra për zjarrin. Sepse kanë dalë disa gjëra të reja. Edhe shumë të bukura. Kjo bluzë e verdhë është ajo që ka verë zjarri momentalisht. Zjarri do t'i marrë këtë bluzën, është ngjyrë roz, por ishte shumë e bukur. Është me një qen dhe me shkronjë D. Tani sa po erdha tek një kozmetik, kam gjetur këtë lapsin që është ngjyrë blu. Edhe tani jam te ashensori dhe sapo do dalë. Këto janë scrub për trupin, edhe po mendoj të marr këtë, është me dragon fruit. Edhe mendoj se është shumë i mirë. Më duhet një scrub se isha në mbarim. Këtu ka shumë gjëra, është e gjithë kozmetika shumë e madhe dhe është vetëm në katë dytë se kati parë ka vetëm parfumra edhe disa make-up-e. Kurse këtu janë të gjitha kremra. Ja ku jam rikthyer tani, jam në balkon, po perëndon siç e shihni dhe ju, ora është 9:05 e darkës, zjarri është duke pirë qumshin tek karroca e vet. Edhe unë më duhet që të mbyll këtë video, sepse kam një dy punë të vogla tani. Zjarri ka gati 2 orë që është zgjuar nga gjumi i drekës, fleti vetëm 1 orë e gjysmë ka fletur, po. Dhe a marrë gjithë pas ditën me çunin dhe nuk pata kohë të filmoja sigurisht, sepse nga që po i dalin dhëmbët ka filluar të grindet goxha. Edhe ka më të vështirë të filmoj tani. Por gjithsesi unë do ta gjej kohën. Megjithatë do t'ju tregoja streçet se unë i provova çfarë, por para se t'i fusja për të larë, i hoqja edhe etiketën. Streçet janë këto, janë në ngjyrë bezh, nuk janë të dukshme. Brenda kanë një material i freskët, nuk e di. Jashtë është një material i butë, shumë i mirë për tani, edhe për në dimër. Kam harruar të pres këtë. Edhe kjo do prerë, sepse mendoj se do gërvishi. Ka belin e lartë goxha, siç e shihni dhe ju, i mora masa medium edhe më rrinin fix. Janë të gjata deri te kyçi këmbës, nuk është se rrin shumë e rrudha poshtë, janë fix. Edhe këto kishin edhe crop topi këtyre ishte vetëm 20 euro, kishin dhe bluzën me zinxhir dhe bluza me zinxhir ishte 35 euro. Pra me zinxhir nuk është se më dua tani, sepse është goxha vap, edhe nuk e dua tani. Kurse crop topi ishte i lezetshëm, por ishte kështu, nuk është se kishte atë formën e bukur para, prandaj nuk doja ta merrja. Edhe emrin e firmës e kanë këtu mbrapa. Është kjo firma e rrobave sportive që mbahet për rroba shumë të mira. Unë s'kisha hyrë ndonjëherë, pas ka dhe një xhep këtu mbrapa, që mund të vendosësh çelësat. Ka që mban kjo, apo telefonin. Po edhe telefonin, bën gjysmë model lartë kurrizi vje. Se iPhone-i është i madh. O jeta ime, pse e mërzitur ti? Pse e mërzitur? Nuk të pëlqen qumshi? Mirë. Ke edhe pak, pi edhe atë, edhe të lozi me mamin. Tjetër bleva këtë lapsin blu, unë e kam provuar pak të syt, po duket një çik, por ka ikur tani se e provova që çfarë në drek. Është kështu. Ka goxha pigment dhe është shumë i mirë. Për poshtë syve doja këtë kur vesh në një diçka për ta kombinuar. Dhe tek MAC mora një kontur super. E doja një të tillë, kisha që kur më erdhi shoqja këtu në Spanjë me pushime. Edhe ajo kishte këtë kontur dhe ishte shumë i mirë.
Unë e provova dhe më kam mbajtur gjatë përveç se ishte super. Kjo është paketimi. Dhe kjo thot pudër blash. Kjo është ngjyrë e tillë. Ka këtë pigment, mjafton vetëm pak. Këtu nuk duket. Por kur e hedh sipër te kremi për të bërë konturin, duket faqja shumë bukur. Këtu doja bëj një ditë kur të bëj make-up, doja t'rregoj. Për të gjithë ju që e doni, ka këtë nuancën Harmony. Kjo bëri vetëm 25 euro. Kaq është, shoqja ime kishte marrë me ofertë për Black Friday dhe e kishte marrë vetëm 13 euro. Por unë s'di kur është Black Friday këtu, ndaj unë e mora tani. Duke qenë se aty që kam nuk është se ka shumë pigment, edhe thash të marrë këtë. Ka marrë edhe një scrub për trupin, po e tregoj tani. Scrubi është ky këtu, është me dragon fruit, edhe ngjyrën e ka shumë të bukur. Edhe ishte erë shumë e mirë. Ky vetëm bëri 12 euro. Unë se dija e pash te kasa, por gjithsesi unë e doja sepse më ka mbaruar scrubi dhe scrubi e mban goxha lëkurën e but, kështu që do ta provoj pastaj në darkë. Dhe tjetër kam bler bluzën e zjarit, po atë kam unë për të larë me rrobat e tjera që kishte dhe do ta nder për pak, sepse kam mbaruar lavatriçja. Po unë tregova në kamerë gjithsesi, është bluzja roz që pat pak më përpara. Kjo ishte videoja për sot, po ju tregoj edhe pak zjarin se çfarë po bën, edhe do të shihemi në videon e radhës. Ju puth për të gjithëve dhe natën e mirë. Do me japësh pak mamit çokoladë. Zjari. Ta marri mami? Mirë, më fal. Jo, më jetë aty e ke se jotja.